Përshëndetje miq që na ndiqni në këtë emision. Mirë se erdhët në episodin e sotëm. Me ne është një personalitet që ka kaluar dy epoka të ndryshme të historisë tonë, ka drejtuar me përgjegjësi si në kohën e diktaturës, ashtu edhe në demokraci, duke lënë pas gjurmë pozitive. Sot, në një bisedë të hapur e sinqert me ne, kemi të ftuar doktorin e shkencave historike, zotin Marash Ndoka. Mirë se erdhe, zoti Marash. Mirë se u gjeta. Atëhere, unë e kam ndërtuar pyetësorin në disa bloqe dhe fillojmë pa humbur kohë në bllokun e parë. Më thuaj diçka rreth fëmirisë tuaj dhe rinisë tuaj. Unë kam linë në fshatin Dede Çkelit, por jam rrit nishull të Shëngjinit. Të gjithë ne që kem linë në verë, kem lënë mërësit madhe, sepse në atë kohë fushat e lezhës e të Brekut Mac kanë ulltu edhe i bëshin pushimet në verën e kalojshin në Malsi. Unë kam lënë verë në Malsin e madhe në vitin 24. Jam rrit nishull Shëngjinit, lagjën Stom, është një lagje shumë e mirë, ekonomikisht kem kënë jo keq, krahasu me nivelin e kohës, i matë ka qenë peshkatar, kem kënë një familjet madhe, 6 fëmijë, por kem jetu mirë. E rinin e kujtoj për mirë. Natyrisht rini është e mirë gjithmonë, sepse janë kujtimet e rinisë. Vetë mosha. Vetë mosha e lumaj që ka kujton rinin edhe që është i ri, por përgjithsisht ne kem kaluar rinit mirë. Kem kënë shok e shoqet mira në lagjën Stom të fshatit Ishull Shëngjinit. Me ecjen e viteve, me kalimin nga fëmiria në rini, ndërkohë që ecin edhe vitet e shkollimit tuaj. Gjatë kësaj periudhe, çfarë kujtoni nga arsimi aso kohë ka qenë 7 vjeçare, më pas i mesëm? Në fakt, e vërteta është që arsimi fillore kem bën Ishull Shëngjinit. Arsimi 8 vjeçar ka qenë i qik me andralla, me ne ke pasi këqim besisi se nuk ka pas shkollë 8 vjeçare fshati ynë dhe ne ke bën Lesh. Pra, ishte një rrugë, ardhje, 3-4 kilometra, rrugë me baltë, rrugë të shia. Pra, shkolla 8 vjeçare ka qenë një qik e vështirë. Pasaj ka marru pedagogjikën, dhe atër, në vitin 1964, kom shku ushtarë në Marin, 4 vjetë. Në Marina më kanë ndryshu kursin e jetës. Në Marin më dha mundësia me marru shkollën e lartë, me korrespondencë. Kam marru fakultetin histori, geografi. Dhe në Marin u pranova në parti. Fillimisht kandidat, pastaj antar? Kandidat, pastaj antar e më pranu kur kam marrë në Lezhë. Koincidencë ishte hyrja në parti. Nga fisi jonë jam i pari unë, që kam hinë parti edhe si ishte ashtë shumë shkote mend në herë. Unë atje isha zëvend sekretari i rinisë i divizionit Pashalimanit. Erdhi një nga biroja politike dhe a i kërkonte që sekretarët e rinisë të ishin ushtarë. Unë zëvendës e më vunë me mojtë raportin e konferencës rinisë. Ishin 500 delegatë, në Pashaliman janë salat mëdhaja që jenë bashkë shkollën e sovjetikëve. Dhe me herë mu drejtuaj, sa nga jeti nga Lezhë. Qa shkollë ke? Tha shkollën e lartë. Tha, je komunist? Jo, ashtë shumë shkote me më fjela komunist. Se në shpi tonë s'kishte kuri komunist. Me pranon partija dhe u dha porosia të në. U bo porosia, nese në detorun ata me dhonë dokument, me shu adresat, më ja kërkun fshatit Ishull Shëngjinit, fshati e ktheu negative, sepse unë kam lidhje, motra me ka kene martu me në Sykaj, që janë familje madhe, nushe e korës në Cokaj, Hallan në Cokaj, e me ra. Këto familjet e mëdha ishin persekutuar. Qenë biografike të kohës. Në këtë kohë, erë i mëdha, erë i përgjigje atje negativu, u mërzitan të ata shokët e mi, të Pashalimani, se kisha bo 4 vjetë atje, kisha një jetë me ta. Dhe si u tërgovë unë këto që po flasë, erë i mëdha, dritë pasë, kolla, erë i këtu në rrëth, bani si me thana protestën, edhe quë një Sadik Shmaja, një shok i mrekullueshëm që i kam pas shok edhe ma vonë, në organizatë, qëroj organizatën dhe organizatë e bani pozitive. Ndryshun mendim pasë? Ndryshun mendim. U lirova unë, edhe erdha me 17 janar, kam shkuar civil, e jam pranu në Pashaliman. Kjo në shoj rrjedhën e jetës, sepse u futa edhe ndinë në partjake. Pra përveç shkollës, marrova unë setin edhe erdha kandidat i partije.
Çfarë ndikimi ka patur tek formimi juaj, familja juaj? Dhe a veçoni dikën nga familja juaj? Natyrisht çdo familje kujdeset për fëmijët e vet, por besoj që ruan mbresa dhe kujtime të veçanta. Kush ata kanë ndruar jetë shumë, e njerëzit e mi, unë jam ai vogël djalë, po kujtes të veçantë kem pas babën njeri shumë i mirë. Në jetën e tij nuk na ka përveç se fjalë të mira, s'na thonë na këshillonte me shku mirë, me bë mirë, mos me vjedh, mos me bë punë të këqija. Edhe vllai im i madh, i ndjeri Kol Loka, që ka vdekur në Shkodër, edhe ai ka qenë një nga njerëzit që më ka ndihmuar në jetë, më ka dhënë krah në jetë, që unë temi dikush. Pastaj pjesëtar të jetë familjes, u martova, e dhanë lezhë, 71 kam marrë lezhë, kam 54 vjetë, lezhën e dua shumë, ja di për shumë njerë lezhës, më ka dash lezhë shumë, më ka respektu, edhe unë edhe sot edhe derë sa të kemë frymën, lezhën nuk harroj, kur. Asë më ka fyrë mua, asë gruan, asë fëmijët, kem kalu jetë të lumtur në qytetin e Lezhës, tash 50 sa vjetë. Derisa jemi shoqë që kanë ndruar jetë. Duhet të theksuar fakti se edhe ju keni qenë në balancë dhe në koherencë me respektin ndaj qytetarëve dhe ndaj gjithkujt. Po, jam përpjek. Tash i gjë ka në sistemin diktatorial, problemet kanë kufizuar. Por ka pas edhe një tolerancë, se me thanë një mesatare edhe i qik maksimale. Ata që ishin më ekstremist e qoshin keq. Oportunistët i qik më mirë, pra liberal. Jam përpjek, asha mu më njojnë tash kushë një lezha më njojnë, që mos me anun ka e keqja, për që të më nga mira, sepse nga mira vesh mirë ke, nga keqja vesh keq ke. Kështu që unë kam punu këtu 26 vjetë. Erdhët nga Pashalimani me një suport, do të thoja, dhe si ndodhi që ju hyt në drejtim në pasaj mua sa erdha në institucionet kryesore të asaj kohe. Sa kohë. erdha morë në komitet ekzekutiv, një punë me librin, aty në seksion të arsimit, po nuk nejta shumë aty dhe më qunë me bostazhin në partisën Kashnjet. Kam nejnë në 69, 71 në ngrej. Nuk e harroj Kashnjetin, ka kënë koha ime e parë, kur unë u ambientova, ose u njoha me bazën, me njerëzit, me hallet e popullit. Kashnjeti ishte një vend shumë hallegji, po njerëz shumë të mirë dhe arsimdash. Më deshen shumë, sa që kur erdhi sekretari parë me prezentu deputetin, mu shokët e ungreve më qunë qellë. Asë më shkote men mua që unë zbërës sekretari parë i nisë, u thoshe të marrë sajin dhe të bëjdi kun mësus. Për 3 ditë më kom marrë sekretari i parë i nisë rrethit lezhës, nga fjalët e kashnjetarëve. Kështu që edhe më kanë met miq, edhe sot e kësaj dite i kam miq e dashamirë kashnjetarët, sepse ata folën shumë mirë për mua, sa që mësodhen këtu. Pra ishte rasti që unë erdha sekretar i parë i nisë rrethit. Këtu hina pas në politikë. Edhe e futja në komitet partisë, edhe e rasti ka qenë. Unë mas e bona 8 vjetë me rinin, e kujtoj mirë, në qofë se ka nëjë punë të mirë, që ka qenë në kohën e partisë, punë që ishte puna me rinin. Sepse ishte punë që kishte aktivitet. Lumaj që punon me rinin. Me rinin e me fëmijët, me rësimin, për mua janë punë më të mira, më të devotshme. Por që kanë dhe vështërsitë e veta. Kjo më formoi edhe karakterin tëm pak më liberal se sa tjertë. Sepse rinia ishte me bëmramje, me bëqef, me marsimin, me pam kulturën, merresh më pak me politikën e. Rinia. Kërkonte më shumë edhe arktimin. Sociale, arktimin, arsimin, kulturën, po, dijen, kërcimin, vallën, dashmen, të gjitha këto ishin pjesë e punës tonë. Pastaj, mas 8 vjeç unë kërkova me ik nga rinia, se u bona 34 vjeç, dhe më pranë unë, po më thanë të shosh kryetar kooperative në Blinisht. Unë nga mësues histori e kryetar kooperative, pranova, vetëm me ik, sepse kishe shumë vit atë. Në të kohë, komiteti që në sekretarja pare, komiteti qenor të nisë, më dose mu me më quë sekretar të komiteti qenor të nisë në Tiranë. Kur shkojmë kongresin e Elbasanit,
më thotë do vish sekretarit, kam shku, kam marrë dosën tane. Shëne më, nuk isha që mik nga Lezhë. Do vishtët. Aty tashin në këtë takim, një nga udhëheqësit, i posa thonë jo, këtë Lezhës jo, do të qojmë Lezhë. Se do qesim pension Faik Rusë. Faik Rusë ka kënë baba i doktor Gazet, e kam zëvëndësuar. Edhe kështu që unë, nga kryetar kooperative, i vëna sekretar partije. Punovë dhe 8 vjetë, 16. Nga komiteti partisë më liru në 78, dhe të them të reten, kam ikë për 2 gjana. E para kështë ngarkes shumë pune, letra shumë, sepse në parat kështë njës parë si mumë, edhe meqin të në shkollume, du meqin të në punë të ndorë, edhe dyta kështë ca njërë si jo të mirë, aty, unë i kështë në qefë. I kanë fermë, atje u rahatohë më mirë, kuptohet punë partijet atje, por atje fermën e drejtohet një burë, një Sali Kubati, një burë personalitet, ferma shkote shumë mirë, unë shkruaj artikull, që më thonë, pra më bëshe propaganda e kësaj ferme. Kështu rrjedh në punët e mia deri në demokrasi. Do qëndrojmë edhe pak këtu. Po? Si ishte, ose çfarë do të thonë ti ishe drejtues në një kohë kur, siç e cekët pak më përpara, ishin gjërat shumë të kufizuara? Shiko, gjëja më e keqe për mua, e ati sistemi ka qenë lufta e klasave. Ai ishte e padurueshme, që kishte godit njerëzit, godit edhe njerëz e mi, do më njerëz që kisha lidhje tu me ta. Edhe që mbëllimeshin më shumë ishin nxënësit e shkollave, vishin njerëz kishin të kalu me ta në rreta dhe nuk i shohim dot në universitet. Kem çu në një për rrallë. Edhe ata që kem çu kritika tashme. Po të kujtoj vesh i rast. Ishte një agron Belishova këto mjek, kishte 3 fëmijë të shkëlqyer, fenomen. E shoqja ishte mësues se punote me ti me shoqja, i kishte thënë gërëseme, mi thuj Marashit me qu vajzën në shkollë, se kishte meru me 10. Kishte thënë gove, po hajde vetë, se nuk i thëmë Marashit për të punë. E rejo, e pritëm bukuri, thot du me qu vajzën në shkollë. Mori vali e thëmë, shkollat mes me t'i qojmë në kurse, po në shkollë të lartë, nuk shkojnë mesat e Lirje Belishovës. Ne si mu li kam si çdo prind. Thot mu, thot po mirë, am takon me Ramizalin, thash po mënohem, mora Mehmet Karakushin. Mehmet Karakushin ka qenë sekretari i Parisën Kuks, kur më kanë në Lezhë, një shok i nderuar. I thot Mehmet du me çu një njeri, thëm te shoku Ramisi, te Ramisi. Nesër në ora 11 bere e fusën. E kishte prit Ramisi, kishte një gjuhë, kishte thënë kush ka prit Marash Noko. Çat ka thënë? Po kështu, po ti lidhe kemi Lirje Belishovën, e kam kunat. Ja, fëmijët tu nuk shkojnë shkollë. Pra, ishte e prerë kjo punë. Këta në dhimshin shumë, mua, sepse e morë edhe më mësimin, më janë dhimë shumë, u përmend ai rast, po kemi 10 raste që vishin nxënës me 10 dhe nuk i qoshim të në shkollë. Lufta e klasave në atë kohë ka qenë gjëja më e keqe e partisë punës. Ka pasur çështja tjera, sistemi përderisa për më zgjedhje e punë. Edhe dyta, ajo që na dhimbshin ishte në 1980 ne bëm tufzimin. Tufzimi e shkatërroi fshatin komplet. Unë kisha tana motat të kam fshat nga bregu i Maçan, po ta në emigracion tash. Shkoshet e motat e mia s'kishin një djath me dhoni, një cop djath. Të priçin me konserva. Pra u varfru, u shkatërru komplet fshatin nga tufzimi. Edhe kooperativat ishin të arnacia, kështu që ky sistem po thuj kishte arfuni. Edhe ne një pjesë e madhe të shokëve që ishim me kulturë, me shkollë, ne kuptojshim që ai sistem ka marru, por aq takat kishim ne. Aq takat. Ne në hapësirë e kem bënë gjë, por jo se kem përmirë sistemin se s'kishim takat. Pra brenda atyre kuadrateve të hekurta ju keni bërë moderacione në shërbim të... Jem përpjek me më, gëzë shumë. Ka diçka të bukur këtu, interesante që konstatova nga rrëfimi juaj, që në kohën kur ju kaluat, po themi në filtr analizë për të bërë antar partije, pati abstenim dhe një përgjigje negative jo. Dhe në gjithë punën tuaj, ju nuk keni patur tendenca pengimi, ju nuk keni patur, mi fjalë përkundër, jeni përpjekur. Ndoshta ajo ka niku se i përmendet i pyetje edhe në formimin tim pak. Sepse unë erdha nga i familje, ne kem kënë fshatartë mesën. Bile kur bëhesh lista e plenumit dhe lexohesh në konferencë, dhe marrësh noka fshatarë e mesën, qeshin tanë, se tanë ishin fshatarë të varfër dhe punëtorë. Pra, vishe nga i familje pak me
ma e lartë nga. Në përgjithësi familjet malsore kanë qenë më ekonomikisht, ma nalt ekonomikisht, të lidhur politikisht me familjet mëdha, kështu që ajo ishte një ndikim për mua, që ka niku për mua me kanë çik më i karahut. Natyrisht edhe puna me rinin, 8 vjet nikoj shumë për mua, sepse rinia është e qiltër, rinia i thot punë të hapur, rinia nuk din politikë mëdha. Edhe geni marrësh do të thoja unë, geni malsor është më plastik, është më elegant, është më tolerant. Ka dhe ndikimin. Me aq sa kam vënë re unë, me fjalë tash 30 vite në Lezhë, pra në përgjithësi malsorët, edhe unë kam thënë një shprehje që qytetërimi kalon përmes malsorëve, pra. Po s'kalove në disa element tipike. Si tjetë edhe ne, po gjithsesi ka ndikimin vetë. E toleranca për shembull është dominante tek ju, është natyra juaja. Më shumë i çik. Dhe e keni demonstruar në mënyrë më të mirë të mundshme. Po të më të gjëra. Unë kam punu 26 vjetë punë, po 20 kam punu drejtues. Në drejtor shkolle dhe prefekt i qarkut, që i kalova. Një jetën teme nuk i kam preku i rrogën. Kur? Bile ku isha prefekt, kisha i zëvendës, i sekretar prefekturët, veç vite letë më prej rrogën punojse. Pa i thoshe, ja, bërë, 300.000 lek. Po keni i tipik ma, birë mu. Ishte në i thoshe, që nuk zbaton detyrët e nuk... E i thoshe, hajtë në zyrë, ku do me shku më, 300.000 lek me të prej rrogën ty, që hanë fëmit tu. Pra, e dyta, kanë rru sistemi, nuk kam hjek njeri për binje politike. Kam marrë prefekt, ata që kam gjithë, ma ata kam punu. Kam shku në sigurime shoqënore. Se më thanë me shku prefekt në Shkodër, nuk shku, nëse shku në sigurime. Kam shku në sigurime shoqënore, 5 ditë e para, nuk vite kërë kushë në zyrë. Ore i thëmë një gruaj, ishte një zoje vjetër atë, reqi. Mo i thëmë, që ka punohet, më shumë vjeku kushë në zyrë, a punohet tu? O marrë ashtë janë të pritë, ka hek ti, më të thëmë. Ku më ka hekun? Shka marrë me hek, me thëmë. I thëmë, i thërë në qalë gjithë, shka i lajmërë kënë. I thashë, në kam marrë me punu me ju, jo më hek ju. Më vunë reshtë ura gjunin, me vrapu si atleti, bashkë me ju. Kush vrapon me mu, kam me punu me mu. Kush saj zoti, ta lanë që sot. Dhe kam punu 4 vjetë, njeri s'kam hek. Bile po të thëmë i rashtë në ditë, një Maria Kaqori, një zoj gru, i shkojnë, thot, shef, thot, du me lënë punë. Qa ke marë? Nuk më lenë, thot, ishte një djallë atë, shumë lenë, thot, me punu. Pse? Ishte i pëdes. Po qa kaj? Jo, këni këshu, jo i një hajnë, jo këshu, fatos nana. I thëmë, ishim kafe. I thëmë, shko tashi, e të ma thëmë, ma birtu. I thëmë, mere i kafe i fërnet, kisha marrë me kafe i fërnet. Thaq, qa ke mojtë ty? Sa vetë ke në shpiti? 4 vetë. Sa roga ke? Rogën tanë. 300.000 lek tuot, thaq, s'ke tjetër. I thë ato du me hek. I thëmë, qëketi? I thash një kjo, mana uroj zyrtar nuk e punë në parti. Sa dash nga uroli, shko të zyrë të partisë tonë, lufto puna në sa duesh. Këtu, as fotos nano, as sa librisë, as ka punë. Ishte fatos e të këmishë. I kur, i thash, qa be besën ti, hadrin dhe zotit ta. Për hatë të zotit, mos e banë me të pushu, se jam të dalë pension. Isha bo 60 vjeç, të dalë pension. I thash, shko puno. Iku, para janë 2 muaj, që kam takujitu në Lezhë, punon prapa qa i rijaj. E mu hëllë në qafi, thash, e jenë punë prapë më në qenë, po tha. Më ndërë, pra nuk, s'kam pushu kënë nga punë kur. Kalimin demokraci është një periudhë e vështirë. Ishin kohë të razura. Si e keni përjetuar ju atë tranzicion i cili për fat të keq vazhdon? Unë me të thënë drejtën... Kemi parasysh vitet 90-91? Me qëtësi e kam ashtu, thash, si ta thash më parë, një pjesë e jona, që kishim qikë ma kulturë, ma shkollë, ne kem di që e si se më kam arru. Por nuk ishim na që rëzu. Diku shërri, urzuo, s'kanë si ka e punë. Unë, ragimi s'ka kënë keqë. As ata me mua, as unë me ta. E kam përbalu, u kam kanë një majtë të vëzdojnë, edhe sot, do më në socialist dhe sa dësë. Por, unë kam bërë punë temë, ata kam punë dhe vetë. Dhe nuk i kam pengua si herë. Ne kem kanë këshiltar, të majtë të djallë, ziheshim ka i qikë, po jo, se që bëjnë tash në parlament, ma pak, po mu zënë Po debat ka shdo gjë? Debat kemi bërë, por deri në këtë nivel. Pra, e pritëm si një gjë që do vinte.
Sidomos kur shku në kongresin e Partisë Socialiste, 92-shin, që unë bon antar, unë isha delegat, dhe bon antar, gjithë kongresit, të gjithë bashkë, një zeri, kemi thënë që Partia Punës e ka mbyllur hesapin e vetë, dhe krijuam Partinë Socialiste. Aty e mrapa, unë i kam krah Partisë Socialiste, krahut tem, ata krahun e vetë, dhe prej vetë nuk kanë pas asë një lloj pengesa. Vetëm, po, propagandë kam po, si që edhe sot. Sipas jush, çfarë ndryshimi ka ndodhur në aspektin e drejtimit në demokraci në krahasim me vitet para 90? Tash i them drejt një gjë ka. Para 90 s'ka pasi çik më shumë pushtet. Se si ka ardhur, atë s'ka nevojë ta gjykojmë, por atë kishte forcë pushteti më të madhe se pra, në zgjidhjen e problemeve bien dakord me mendimin. Po venosesh prej nesh, se unë pushtetar i asaj kohe jam, domethënë. Çështja zgjidhej. Po venohesh prej nesh, me zgjidhje problem do zgjidhej se sa s'ke ku të shkonte, kurse sot s'ditur punë. Kjo. Pastaj ne kem krijuar demokraci, po fifar demokraci unë do ta thoja të prisht, dhe demokraci vetëm për vete, pra, po të mos më bjerë mua mirë, nuk është demokraci, janë asjelltas. Edhe i gjaka, korrupsioni hini thellë. Unë po e them i gjaka, kam punuar 23 vjet më duket sekretar, domethënë në sistem diktatur, 23 kam tek. Kaq kam. Sa ne pra përse kohë barabartë. Konfidencë, kjo është konfidencë moshë, se më ka dhënë demokracia 46 vjeç. Edhe kam dalë në pension. Koincidenca juaj është me punuar në pothuajse në dy sisteme vite të njëjta. Po. Edhe korrupsioni është galopant sot. Unë po të më gjë. Nëse ka njëri ju bile kam qef, po të më shohë, dal njëri, të më thotë që mua më ka dhënë 100 lekë, kur e më kenë perfekt, me sajtë sa pare që kanë arë. Ne, thes paret aty, për me i shu drejtora, me e mbru, se perfekti atër kishte në vektur. Njeri u gjallë sa ka mori lekë. Pse? Ajtë ne paret e të horatis, ajtë ne paret e që të bojnë. Unë atë punë se kam bakur, edhe sot që jam fukara, bile nuk kam asin. Më thamë tokë, me gjithse i matë ka dënë 500 në tokë, unë kisha marë tokë, me pa darë sa du se perfekti sekretari komision për onë. As kam tokë, as kur gjë, kam 3 dhove guzhini aty, edhe as një tjetër. Kjo janë pasurje që ju na fëmijët mia. Më kujtohet një koincidencë e bukur asë kohë, unë ishem gazetar në RD dhe pa ta bërë një shkrim. Prefekti privazion shehun, në sheshin. Po ti më thëshë qyrë më mërtin që më bëne pasani këtu në s'kam një metër tokë. Se, pa të thënë një urdhër asë kohë ti që mos më hy makina në shesh? Shesh, po. Duke kam një metër tokë, edhe s'jam pishman për ato, fëmijët e mi janë... Ndjeni krenar, besoj, me këtë moral të fortë. Po, unë se kam asë problem. Njerëzor, intelektual. Mund të dojnë disa njerëz, dhe ti mos e pas tokë, ti mos e pas... Unë kam shpinë, fëmijët i kam me shkollë dhe dy, me punë, në punë se janë, për në kaqë. Ata jetojnë... Pasuria më madhe kjo është. Absolutisht, asë ka problem iqë. Ata të jetojnë vetë, rogat e kanë... Ju për ata që na ndjekin Marash Ndoka, në krizën 97-ës ka qenë pothuajse për ditë në shesh, duke u përpjekur me bërë thirrje për qetësi, për më mirë ato marshimet e para që ishin rreth 20-30 veta dhe me gishta ishin njerëzit, ndërkohë që një pjesë kishin fërkuar durët se ikën bankat e nuk do të lahen lekët e të tjera. A mendoni që nga eksperjenca juaj kanë mësuar ndo pak ata që kanë patur fatin punojnë me ju? Po, ku ta di unë se njerëzit edhe kanë mendjen e vet, po nga eksperjenca më të parëve edhe unë kam përfitu. E parashët mi. Edhe këta duhet përfitojnë. Po të miras. Isha drejtori sigurimi shoqëror, më duhet një shkresor me martë i drejtora dispresë me më. Edhe më tha më tha, lezo gazetën, më tha, s'po ta bëj gati shkresën. Në këtë kohë, 4 punojës kishte, bërtit të sikali në për koridorën. Kur erdi, më pruni shkresën, sa hajtë pimë kafe, do të me qerasën, respektu mua, a me i risunë. I thëmë, që bërtet më, që fatët i thëmë, që bërtet? Me 4 vetë bërtet këshon i thaqë. U këmë 72 bërtet shumë, që bërtet këshon? Pra, njerëzit marrë në vesh me të mirë, jo me britme. Në 4 vetësh të gjithë më të mirë se ti, se tonë kishin punu për para, ky shkoj i funit, e ti bërtet e shanë, pra njerëzit kanë edukatën, me gjitha. Po i fyve,
po i denigrove, absolutisht edhe mund të bëjnë në synë ndoshta të rinë por nuk sa t'jesh gjatë të bëjnë hilë. Unë nuk kam pas këtë tendencë. Me këtë çfarë thoni ju, jemi edhe një mesazh mjaft domethënës, pra në drejtim komunikimi do të jetë elokuent, do të jetë dashamirës, qytetar, dhe të mos i prek në sedër. Njeriu ka karakterin e vet, ka familjen e vet, që s'ke drejt me prek, ka tiparet e veta, ti kërkoj punën me një zhillak, me rregulla, me ligje, me disiplinë, edhe sa t'jesh gjallë, as godet kush, as ke kanë për godet. Unë nuk kam, më thaq, kam punu 20 e sa vjetë dhe njeri së më ka fyë dhe sot. Absolutisht kurkum. As në qytet Lezhës, as në Shatra, që nga Gjobarë dhe deri nga Jush dhe në Berzan, i kam bredh një për një, s'kam pas probleme kur. Si ndjeheni kur sot në pension ju takojnë gjeneratat të ndryshme, nxënësish, në punësish, punonësish, që keni kaluar gjatë punës tuaj në për vite? Shiko, për moshën teme, pleqërisë, aja është një knasi e madhe. Vi njerëzit, flasin me emen, absolutisht nuk e njohë, po, si ftyrë, si më thonë. A ftyrë e thëmë, po, unë të njohë, po, i e prej Zotëri me di, po, kush je ti? Ose i e prej Lezhë, për Lezhë e të njohë më mirë. Pra, për ne është një satisfaksion shumë i madh. Kjo, fakti që njerëzit na bile tash ka marrë rregull kjo, çoj edhe kafen, si më bien edhe kafen, ne kemi lokani aty te në leka aty. Tek gjuetari, tek kafe gjuetari. Edhe për gjithë ditë, po të them gati për ditë sa herë rri unë, rri më shumë Tiranë, për të jetë këtej veç vit njerëzit me zonë kafen. Kjo është një satisfaksion, jo se të shpëton për kafe, se kafe ne kemi lekë sa për kafe, por nuk është një nerë, është një respekt për njeriu në moshën tonë, fjala mirë, buzëqeshja, janë gjë e madhe për moshën tonë, për bazën e vjetë. Më thuaj dy gjëra që mu kanë mbetur në kujtesën tuaj ndër vite, një gjë esensit pozitiv dhe një gjë të kundërt të saj. Më rajnë e mu? Po. Në tërsinë tuaj, pra, dy gjëra që ti ke patër shumë gjëra të mira dhe shumë pak gjëra jo të mira për jetë realitetit, por më thuaj, kush ju ka mbetur si mas jush? Thatë ato që nuk të ka ardhur mirë kur janë privuar njerëzit që kanë patur rezultate të shkëlqyera, kanë arshu, pra nuk vazhdon një farë mënyre, por ama drejta nuk e shdon jo nga zyrtarët, aparatet, por nuk e shdon nga kuadrati ligjor. Ishte kuadrati ligjor dhe s'kishe ka shkon më nej. Derë sa kem pas mundësinë e kem bën, pastaj mbrapa. A ka ndodhur që nga tendenca juaj për të bërë vazhdimisht mirë, edhe t'ju ketë kritikuar të kush nga aparati, i qoftë i Komitetit Ekzekutiv, qoftë i Komitetit Partisë? Po themi Partisë? rast, qova në shkollë një notë maka nga Talja. Në vit të retë i këshin përjashtu, unë e ktheva në shkollë, me shkrim, me film temë. Porosia Elenka Çukos, sekretare e Komitetit Qendror, një grup kot kishte pruaj, kishte ardhur ajo zot çfarë robi ishte. Më thirri mua atje, më bani s'la gjë pa fol, edhe dha porosi që më përjashtu organizata nga Partia Komuniste. Merrem. Aty ndoli zot titullari jam, sepse kisha pyet. Tha jo, nuk e ka bë vetëm më, që e ka bë me shok. Por kulak rrallë kem qenë në shkollë. Do më njëtë do të smaken më në tjetër, kulak në shkollë s'kem qenë, shkollë të lartë. Shkollat mesme po pas. Shkollat mesme profesionale? Profesionale këto po. Ja si puna e fëmijëve Belishov, se i tha Ramizi, tha, kush ka prit Marashi? Çat ka thonë shkollat mesme profesionale. Shkollat e Marashi çoj nesër. Erdhi i çova, një për infermiere, një për laborant dentiste. Janë edhe sot. Shkollat profesionale kanë dalë. Në sistemin kapitalist kanë dalë më mirë se sa po themi ne disa profile të. Shkova ja po të kapsoj një rast me qetë më përmendë. A sheni Bojar Parçarami këtu, vllai Fadil Parçarami. E kam pas shok, kem shku mirë. Kur e bën Fadil në armik, Bojari dhe një grupo nuk e futën në burg. Fëmijët e tij ishin për shkollë, fëmijë të mirë shumë. Erdhën dy vajzat e shoqja, i çova dy vajzat, njëra e çova për infermiere, tash është bën mjeke, edhe ka punu me vajzën time, ma don vajzën si vajzën e vet. Edhe tjetër në çova për laborante këtu në ushqimore. Kur diç Bojari i shkova për mort, edhe më vonë atje më ndëruan, më respektuan. Thotë djali Fadilit i thamë, zi që kam, i thash,
Ç'është ky respekt që mbani? Po marrësh ta. Ato dy vajza punojnë ta në profesion që i ke qenë tesa, se fëmijët e bojar bashkëanë që çota kush. Këto kuptohet na vjen. Kujtesë e bukur. Ne na mesin kujtesë. Kujtesë e bukur. Na mesin kujtesë ato. Si qytetari hershëm i Lezhës, si e shihni ndër vite zhvillimin e Lezhës? Unë e shoh pozitiv. Lezhë ka qenë kur ka marrë me punë Lezhë 6.000 banor. Sot është janë 20.000 po. Ma shumë se 20.000. Mbi 20.000 ka shkuar qyteti, po themi me pjesën ish bashkia e vjetë. Po të themi gjanë, ne nuk e dim mirë, ne Lezhjanë, se sa e mirë është Lezhë. Po të themu, vetëm zona Bregu Drinit, vetëm ato lokale që janë aty, nuk i ke kun Shqipëri. Ura, Kalaja, Penvarri, gjithat mirat i ka Lezhë. Edhe këto të mira, mund vjen mirë, sepse edhe Brezi i sotëm, edhe bashkia sotme, edhe bashki tjera kanë bërë diçka, po edhe bashkia sotme, po i përmirëson gjithë e ma mirë. Jeta e Lezhjanëve bëhet gjithë ditën, për ditën me mirë. Lumë Lezhjanë që jetojnë tu. Po që bëj unë i shkreti se jam plak, edhe kur shkoj rri gjysën e Kosën në Tiranë, edhe i ke vrap, tu e thonë me fëmi, sepse kam qenë vjetë rinë pranë Lezhës. A mendoni që ritmeve të zhvillimit urban të Lezhës, qytetarë banorët e saj, të hershëm e të rinj, se nuk po i ndaj kështu, sepse në Lezhë ka banorë të para 90-s, gjatë viteve 90, pas viteve 90, dhe vazhdojnë ende të vinë, sepse është një zonë, ashtu që thatë ju, e preferuar. Banorët që kanë ardhur këtu, a janë përshtatur, ose a tentojnë t'i përshtaten zhvillimeve urbane, kulturës re, gjërave të një qytetit emancipuar si Lezhë? Unë ato vitet kur fillon marrë njerëzit, unë isha jarën, se unë jarën, unë fa kam për Ishusinit dhe shkollën e kam bon Lezhë. Po, Ishusinit e shkëtu më tanë. Kishte njerëz, rënë atë kohë, që thoi, po në vinë shatarët, po në bëjnë, I thoshe, mure, po ti ke djallin, ishin në një për ty, ti ke djallin në Paris, më I thonë njarit. Ta përzonë të atje? Po vjen kashkitori këtë, që që banë sa edhe kashkitori? Kanë zanë me në vetë, kanë bënë nërtimet bukra, unë kam këndi ditë të lagja... Kodrë Marleka, i në Ndëreza tani? U kënaqa, një mrekulli kanë bo vila, qa ka këna I kodër dhe djegun, që s'ka pas kur gjënë bez dhejtë e mali transit. Pra, ardhja, atyre I ka bo vesh mirë Lezhë, se vasi si herë keqë, hiqë për mu. Për mu, shumë mirë që kanë ardhë. Absolutisht, unë si kam pro vetë, por jam shumë I lumëtën që ata kanë ardhë. Edhe I pjesë e mirë në kashjetorë që kam punu me ta, e I mjofin, kam punu, disa I kam pas në zanës, se kam punu 2 vjetë në ngrejë, thash. Më vje keqë që u braktisën fshatat, po. Mori ditë një grua të ku që e kishte me emni, thot shoku marës, thot, a je kënë të shkollën, ka shënjët po, thash, 69, 71. A ma bani fotografit e Lezhë, po të bëj, thash, e bona, e mori. Ma më mësëni kurioziteti me pyte, thom, sa fëmi kini ma? 20 në zanës, shkolla. E mesme tani, e? E mesme, e ungrejt, 20 në zanës. Pra, mund vje që po praktisën të zona. Po praktisën të Bregu I Macë, e fushat, e Ishusnini, e Ishut Lezhë, e fushat. Është një, po themin, epidemi që ndoshta nuk e kemi ndorë në Kja është komtare, nuk e kemi në ndorë, por... Po të dhëmë. Ishala nuk zjatë shumë. Se me të thënë drejten, unë bëj më betët me një patë e mi, se I kam të gjithë në Itali. Ba mi dasëm të shë. Qa bonin në Itali ju? Murator, karpentier, gati ty në shërtore, tu shërbëj gravet Italisë. Pra, punë, më të këshje I bëjmë në shqiptarë. Ta shë janë kapë diçka se kuptohet, talën të Itali janë më të mëdha se në Shqipëri. Por, gjithsesi, edhe këtu, mund tjetohet e kishin jetu një patë e mi për muri. Ato ka një ke kanë praktisë tanë. Cili do të ishte mesazhi juaj për ata që mendojnë të rinë që mendojnë t'i përkushtohen drejtimit, t'i përkushtohen administratës publike, t'japin kontributin në tyre në drejtimet të ndryshme? Unë do të thosha kështu që të rritë tanë që janë shkollu sot, që janë më nivel se që kemë kënë nga përpara,
i kanë gjitha mundësit me drejtu, ndoshta në fillim, mund të hasin në këtë liberalizm që e përgjithshëm, edhe korrupsionin, mund t'ja prishi shefin idealit të ri që vjen me binit mira, me njetën e mirë për me punu. Por me punë, me veprat mira, mund të qajnë shumë mirë, si që kanë qajnë shumë kush. Me vullnet? E me vullnet madhë. Vullnet të madhë. E po për nxënësit e shkollave të mesme, ose aty ku formohen, po themi ne, cili të ishte mesazhi juaj? Unë pas sot një emision, një tash biledha, që ne kishim bëj testim në Tiranë, edhe kishim darë shumë mirë me shkollat e mesme, me arsimin, me gjenë e arsimore. Unë po thëmi gjatë që gjaja me madhe është arsimi. Ne kem pas arsimin një qik ma mirë, për para. Kishte ma kërkes, kishte ma ashtu, kishte dhe ma dëshirë. I planifikuar po, por ama? Po kishte, mirë, po kishte dhe ma dëshirë kalamajtë. Ne kem dek me shku në shkollë. Derisa në ka dalë bursa mu shku në pedagogjike, kam ne 2 vjetë shkollë të natës, po sa i banë shku në pedagogjike, me shumë kërkesa. Pra, nuk janë të pas shumë dëshirë fëmija me mësu sot. Kjo është një punë shumë i keqe. Edhe po së mësu, nuk bëjnë njerës. E arme e vendit është arsimi. Po s'ka arsimi e kulturë, s'ka dhe. Nga to çfarë transmetuan televizionet në fillimin e vitit akademik, mua më erdhi mirë që dëgjova një lajm pozitiv. Ka një rritje 10-15% të pranimit të studentëve në shkollat lartë, në universitet. Dhe kjo më krijoi një fasë kënaqësie. Dhe është një shenjë pozitive. Shumë. Çfarë ose cili do të ishte mesazhi juaj si qytetari i Lezhës, si ish drejtues në të dyja sistemet, drejtues në nivele të larta? Cili do të ishte mesazhi që do të përcjellit ju për qytetarët e Lezhës? Jo vetëm të qytetit, por të mbarë bashkisë Lezhës. E para i thëmë, duhet një vendin tuaj se kemi mrekullueshëm. Kur vinë 10 milion turistë në Shqipëri, edhe në Lezhë, edhe në Shëngjin, kur disa milion edhe atje kanë shkuar, atëherë pse mos e duam na je? E para me dashur këtë vend. E dyta me kontribu sa të munën. Kanë tokat, të që janë fshat, mos e lanë djerë, se kanë me tokat djerë kretë. Qytetarët që vinë në administratë, punojnë me përkushtim në administratën e shtetit, se ka administrata është goxha e madhe sot, bile me madhe se kohën e tjera. Pra, ideja është me dasht, me përkushtu, me punu, edhe i pjesë e mirë më u këthy, sepse nuk shkohet kështu. Tikin Kalamajt, u kam nipat e mi, 10 nipat tanë një të linë, tanë ka nikë. I thëmë ka herë, në njën mund të këthajet, po rrallë. Pra, qeshë janë që me dash këtë vend, e më këthy, e me këthy kryt, e fëtyrin nga këtë vend, i mrekullueshëm që është Lezhë dhe Shqipëria. Zoti Marash Ndoka, ishte kënaqësi që ishit bashkë me ne në këtë udhëtim, në këtë emision të nisur prej fillimit korrikut dhe jeni dikun personazhi 11, jo për nga rënditja, por unë e kam vlerësuar si ndër personazhet më të shpikatura të këtij emisioni deri tani, dhe sipas meje dhe jo vetëm, ju jeni një shembull për të marrë, pavarësisht sistemeve, se është një postulat që drejtuesi ndër vite gjykohet nga vlerat që lë pas, jo nga sistemet në të cilët shërben. Faleminderit shumë që ishit me ne edhe ishte kënaqësi një herësh. Edhe unë falenderoj shumë që ndalluat mes tjerëve, me qytetarëve të Lezhës, edhe të ardhur s'ka nësi e punë, edhe unë të më drejtën për sa të jem gjallë, Lezhën e dua, do ta dua, aq sa kam takate mundësi. Edhe fëmijët e mi, djalin e kam këtu, nuk e kam, edhe ai do Lezhën si unë. Pra Lezhën e dua, do ta dua sa të jem gjallë. Kaq. Edhe qofshin mirë, i uroj banorëve të Lezhës, e të rrethit të gjithë bashkisë Lezhës, i uroj të tanat mirat, njësha vetëm mirë për ta, se mund kështu më do shpirti e zëma. Faleminderit. Nga ambientet e Lokal Dashi me pronara Afrim Dashit, japim fund edhe këtij emisioni të sotëm. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.